Jemi në qytetin e Skenderajit, po ndihmohen 50 familje nevojtare, familje të përzgjedhura nga komuna e Skenderajit. Donatori i aksionit sodit është një mërgjimtar nga Shqipëria që jeton në Amerikë. Ka dashur të ndihmon 50 familje nevojtare. Jam shqiptar e du të ndihmoj shqiptarët. Andaj ne erdhëm në komunën e Skenderajit të ndihmoj 50 familje nevojtare. Disa do i shpërndajmë këtu, ku kanë zgjedhë vendin ku komuna e Skenderajit. Do i japim pamje për disa familje në për shtëpitë e tyre në formën në mënyrën e jetës që bojnë. Zoti e shpërblev vllahun tonë në banim në Amerikë, Zoti e shpërblev gjithëve. Vazhdojmë me shpërndarjen e ndihmës. Iniciativë është jashtëzakonisht e vlefshme të pas parasysh se Skenderaji është një vend më të vashtë dhe më trafëndetshëm. Pavarësisht se shumë ose vetëm iniciativa për një përkrojë të ndihmës më shumë se jashtëzakonishme. Nuk është hapi i parë shoqatës së Ballkanit, se jemi shumë njerëz shumë falënderues për këtë iniciativë dhe për iniciativa tjera, ku shumë familje domosdoshmë shpresat e tyre nuk mund të shuhet. Fatmirësisht se ekziston shoqata jetimave të Ballkanit. Kështu që me çdo falënderim është ndoshta i tepër sepse ne për to flasim ne. Në institucione ju jemi shumë njerëz. Ju falenderoj shumë që po na ndihmoni edhe ballët moshtina me da ushtrim shpe. Alloj që bleft që na keni shumë falenderoj juve.
Me që një djallë me një nanë. Më kalli vetë. Barak. Midis Skenderaj. Allah e letë. Aksioni madh humanitar ku ndihmuan 53 familje në qytetin e Skenderajit përfundoi. Zoti e shpërblev bamirësin i cili është me origjinë nga Shqipëria duke jetuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që mundsoi ndihmesën e këtyre familjeve. Ndihmat u shpërndajtën në qendrën e mirëqenies sociale në Skenderaj. Dy nga këto familje i vizituam edhe në shtëpitë e tyre. Karvani i jonë humanitar nuk do të ndalet edhe në ditët në vijim. Lusim Zotin të shpërblen donatorët me të mirat e tij edhe t'i gëzon në familjet e tyre. Zoti ju shpërblet gjithë.